Përshëndetje zoti Meçe, faleminderit që jeni me ne. Si e keni parë këtë kontratë e cila është publikuar dhe patjetër gjitha reagimet që kanë patur qoftë partitë politike, po nga ana tjetër edhe organet ligjzbatuese? Ta nisim nga kontrata apo nga reagimet? Me të dyja bashkë, se janë patjetër të lidhura, duke patur parasysh se edhe Partia Demokratike është e paqartë në atë që thotë. Jo, Partia Demokratike është shumë e qartë, po është ka me presh në dorë, dhe në kuatin e preshës në dorë, du të kuptosh një gjë që praktikat e hetimit përgjithsisht e kapin krimin jo në kryerje, po në tendencën për të fshehur krimin. Dhe tash Partia Demokratike është përpara tendencës për të fshehur krimin. Jemi në kushtet e kapjes me presh në dorë të një krimi, që quhet krim zgjedhor, dhe që bërë një krim i cili absolutisht është objekt i spakut, dhe në qoftë se ne tashmë kemi njoftime që spaku ka filluar një hetim, por këto janë njoftime sporadike, nuk janë zyrtare, spaku, sa më shpejt jetë e mundur, është i vonuar për të shpallur zyrtarisht fillimin e hetimit, për një krim zgjedhor të përmasave jo të vogla. Pse e themi një gjë të tillë? Së pari duhet të themi kush e nxori kontratën. Në momentin kur kontrata doli nga burimet e Partisë Demokratike, është e drejtë të themi që po, Partia Demokratike po bën transparente një marrëdhënie të debatueshme, po gjithsesi po e bën transparente. E vërteta është që një grup investigative ka nxjerrë këtë kontratë. Pra hodhi në treg një të vërtet të fshehur nga Sali Berisha. Ta nuk kam Parti Demokratike, por ka Sali Berisha në gjithë logjikën time. Se prej kohësh kam thënë nuk ka Parti Demokratike, ka Sali Berisha. Së dyti, kjo kontratë është një kontratë e pastër lobimi. E organizuar, e fiksuar, e nënshkruar në të gjithë parametrat mbi cilin funksionon logjika e një kontrate nga një kompani lobiste dhe drejt për drejt nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Këto janë palët. Çfarë ka ndodhur me median tani? Me median, duke qenë që Partia Demokratike u ndodh përpara një të vërtete të fshehur prej saj, ka deklaruar disa gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Që do të thotë, së pari është nxjerr një person dhe është nxjerr një fondacion i cili pretendohet që ka paguar ose do të paguajë nuk është e vërtet. Dhe pse nuk them e vërtet? Sepse nëse do marrësh kontratën, në fund fare të kontratës, ka palët të cilët kontraktojnë. Dhe personi që po shohim tani në ekran, ky Tropojan, njeri i ndershëm në një moment, po them unë, pa u futur në debate nëse është shkelje ligjit o jo, sepse praktikisht ai nuk është shkelje ligjit, ai është garantuesi i kontratës. Kushdo i cili vetë merr një kredi në bankat e Shqipërisë, janë palët që kanë detyrimin, ka dhe një garantor, por nuk do të thotë që garantori është pagues. Duke qenë që Partia Demokratike u bllafaqua me një fakt që janë paguar 750.000 euro dhe priten të pagohen dhe pjesa tjetër e 6 milionshit, ata nxorën dhe thanë që këto pagesa i ka bërë filan person. S'është e vërtet. Deri më sot nuk ka asnjë dokument që është ai paguesi, sepse në momentin kur e merr përsipër të paguaj, detyrimisht do të ballafaqohet me legislacionin amerikan. Dhe ai është prapahekur në këtë skemë që ka bërë nëse ai ka bërë pagesë. Sepse në të gjithë informacionet deri tanishëm flitet për një fondacion i cili është krijuar 7 ditë përpara se të bëhet marrëveshja dhe u është bërë publik në marrëveshje 3 ditë përpara. Ai nuk ka as kohë fizike, as në një lloj instrumenti publik, se që ti të mbledhesh nëpërmjet fondacionit një sasi të madhesh, minimalisht do të dalësh në media sociale, minimalisht do të bësh një fushatë. Është shumë e vështirë të besohet që mund të mbritet nga emigrantët $6 milion, se është shifër shumë e lartë. Unë nuk e vend dyshim një gjë të tillë, unë di vetëm një gjë. Nuk ka kohë fizike dhe nuk ka asnjë shenjë që këto janë mbledhur. Do të thotë, ju keni një fushat për mbledhjen e të vlerave për persona që janë sëmurë, fëmijë etj. Dhe ju i keni faqe të mbushura. Po zgjatja është shumë e lartë. Por nuk është e vërtet në kontratë që ai është paguesi. Në kontratë si përmarrës dhe palë janë Partia Demokratike dhe shoqëria ose kompania lobuese. Ka një tjetër gjë përsëri në kontratë që e implikon akoma më tej problemin. Qëse do shihni firmosjen
Flamur-Nokës, ka citimin përfaqësues i Aleancës për Shqipëri Madhështore dhe poshtë saj ka shënimin sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Dhe nga ky moment nuk kuptohet që kemi të bëjmë një kontratë e cila është kontratë në fushatë elektorale, sepse koalicioni është subjekt elektoral, nuk është subjekt politik. Çka do të thotë, kemi të bëjmë një kontratë e cila është absolutisht e implikuar me fushatën elektorale. Por edhe sikur të mos ishte implikuar me fushatën elektorale, në Shqipëri ka një legjislacion i cili ka rregulluar në mënyrën më objektive dhe më të qartë dhe të saktë mënyrën se si bëhet financimi nga subjekte, nga parti dhe nga individ. I përfshin të gjitha në një dispozitë, është në 21 i ligjit për partitë politike, kapitulli i financimit të partive. Dhe në këtë kapitull theksohet në mënyrë absolute, në qoftë se do të kemi një financim mbi $1.000, zbatohen dispozita të reja. Dhe $1.000 i vete diku tek 700.000 e ca lek. Por rësi nuk po futëm të llogaria. Por më tej pastaj ka një kufi të padiskutueshëm deri në 10.000 euro. Që deri në 10.000 euro mund të bëhet financimi. Dhe këto 10.000 euro përsëri do të ndjekin një procedurë absolutisht transparente, sepse do të deklarohet ai që i ka dhënë, do jap gjithë adresat dhe gjitha këto do të regjistrojnë në një libër të posaçëm i cili është libri i cili në fund fare bëhet auditimi. E kuptova. Të gjitha këto mungojnë. Dhe në këto kushte jemi absolutisht në kushtet edhe të pastrimit parave dhe të ndërhyrjes në një proces zgjedhor dhe më tej pasaj në shkeljen absolute të ligjit mbi financimin e partive, i cili nuk e ndan financimin në fushat elektorale ose jo fushat elektorale, por edhe nëse duam ta trajtojmë në fushat elektorale ose jo, vetë kontrata, mënyrën si është ndërtuar, absolutisht është kontratë e cila e lidh çdo gjë me fushatën elektorale. Por ju, për çfarë do të përdoren këto para? Përse do të përdoren këto para tani? Ju keni parë që këto kohët e fundit, gjithë propaganda e Sali Berishës dhe enturazhit tij mediatik flet për prezencë të Sali Berishës në korridoret e Trumpit. Gjithë enturazhi i tij flet për një hapje të dyerve të njerëzve të afërt të Trumpit. Pikërisht ky përdorim na ballafaqon me një situatë e cila në themel nuk ka thjesht vetëm shkeljen e ligjit. Pra, në këtë kontratë nuk kemi thjesht vetëm shkeljen e ligjit, po kemi edhe disa gjëra të cilat janë më të rëndësishme se shkelja e ligjit në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas kësaj kontrate dhe mënyrën se si Berisha dhe enturazhi i tij po interpretojnë kontratën, na del që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë gjë tjetër veç se një gjobvëndës i madh botëror. Që shesin dhe blejnë moralin. Pra Berisha i jep të drejtën vetes, të vejë në Amerikë dhe me 6 milion euro të blej moralin. Ndërkohë, ku Shtetet e Bashkuara nuk janë këto. Në të gjithë, në Shqipëri ka një majorancë absolute si në asnjë vend tjetër që është pro-amerikane, po jo pro-amerikane të saj Amerike që po na prezanton Sali Berisha, po ata saj Amerike e cila ka vlerën në thelb. Dhe në fundit, nëse të shohim Trumpin në 3 muaj që ka drejtuar shtetin amerikan, në 3 muaj në themel të tij është morali. Në themel të tij është abuzimi me pushtetin. Dhe lufta e Trumpit gjatë gjitha kohë ndesh me këtë filozofi ku në kanalet e Trumpit, pranë tija, ka individ të cilët tashmë kanë hapur thesin dhe të gjithë penalizuarit nga Shtetet e Bashkuara, të gjithë anti-amerikanët, të gjithë korruptuarit, pas kanë mundësi që të paguajnë lek për këtij lubimi dhe pastaj Trumpi ja u heq ka të drejtën atë penalitetin që ka bërë historikisht te amerikanët e tyre. E kjo është shumë e rëndë në Shqipëri, sepse kjo këtu ballafaqon, thash edhe një herë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me opinionin ton dhe opinioni shqiptar zhgënjet në këtë moment. Dhe gjitha kjo do të ketë ndikim në zgjedhje, mendoni ju? Në zgjedhje si bumerang për Partinë Demokratike po. Për Partinë Demokratike po. Po unë pretendoj që kjo të ketë një qëndrim të qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo kontratë, në mënyrën se është interpretuar në Shqipëri, në mënyrën se është debatuar, ka implikuar administratën e Trumpit.
Dhe në këtë kuadër edhe ambasada amerikane nuk mund të qëndrojë diferente. Ambasada është zëri i Trumpit. Këtu po flitet që Trumpi u bleka. Këtu po flitet që Trumpit mund të shpjesh 6 milion euro dhe Trumpi të heq atë vendimarrje të Shtetit Amerikan. Nuk ishte nevojshme në qoftë se vendimarrja e Shtetit Amerikan deri tani ishte e palishme, ishte e pamoralshme, ishte pa prova dhe pa fakte, nuk është nevojshme të paguash 6 milion euro. Sepse Trumpi në 3 muaj që ka drejtuar Shtetin Amerikan, një gjë ka patur parim. Dresi. Dhe ka bërë një gjë të tillë. Se mbi këtë parim ai erdhi në pushtet, mbi këtë parim të rikthente moralin në Shtetin Amerikan, të godiste korrupsionin në Shtetin Amerikan, të ndërtonte një shtet i cili nuk pajtoi kur me korrupsionin. Dhe tani nga Shqipëria na dal ka shumë e thjeshtë. Merr lek dhe shko te Trumpi, jepi mbushet xhepin Trumpit. Jo, është ofendimi më i madh që i bëhet mirë publike Trumpit në këtë rast. Prandaj po them ambasada amerikane në këtë marrëveshje është e implikuar sepse ka implikuar drejt për drejt presidentin e Republikës, presidenti i Amerikës, ka implikuar drejt për drejt atë staf me të cilin ky president erdhi në pushtet, ata të cilët kartën e moralit e kanë patur kartë politike në zgjedhje. Dhe në mënyrën si interpretohet këtu, kjo gjë është goditur dhe kjo nuk është e vogël. Nuk është e vogël për Shtetin Amerikan, për imazhin e Shtetit Amerikanit në vendin më amerikan dashës në botë. Dua të ndalemi pak edhe tek institucionet në Shqipëri, duke patur parasysh se SPAK thotë se ka nisur verifikimet dhe hetimet, ndërsa KQZ thotë se ka ende kohë për ta dorëzuar këtë kontratë në këtë institucion. Si e keni parë dhe çfarë prisni patjetër nga këto lëvizje? Gjithë kjo që ne po themi, në vetvete është një dyshim i arsyeshëm, i cili në koridore të ndryshme mediatike po jep prova të pakontestueshme që nuk jemi në kuadrin e një dyshimi të arsyeshëm, po jemi në kuadrin e provave mbërthyese për shkeljen e ligjit për zgjedhjet, është kodi zgjedhor, ka dispozitë në posueshme në mënyrën si financohen zgjedhjet, për ligjin për partitë, duhet ta dini të kushtetutës. Neni 3 i kushtetutës ka një dispozitë posaçme për mënyrën se si duhet të jenë transparente partitë. Në këtë kuadër, ajo e cila vepron drejt për drejt dhe në mënyrë urgjente është SPAK-u. SPAK-u sot në këtë moment ka dalë me një dispozitë të posaçme të tij që quhet strategjia e krimeve zgjedhore dhe ka prodhuar task force vetë SPAK-u. Ndërkohë dhe prokuria e përgjithshme, pra prokuria e jurisdiksionit përgjithshëm ka ndërtuar task force vet. Pra në terren sot janë 2 task force, çan task force. Task force janë ato të cilat operojnë me emergjencën, operojnë me ngjarjen e çastit, me ngjarjen e faktit. Dhe marrin të gjitha masat që kjo ngjarje të mos afektoj procesin, por të parandalohet që në momentin e parë. Dhe në këtë kuadër, duke qenë që ngjarja e zbërthyer tash në realitetin shqiptar e 6 milionëve, është një ngjarje që afekton në mënyrë drejt për drejt procesin zgjedhor, sepse po abuzohet me emrin e Trumpit në emër të kësaj kontrate, po abuzohet me faktin që ne e kemi paguar Trumpit dhe Trumpi do të na heqë dhe do të jetë përkrahasi jon kryesor. Po abuzohet me faktin që gjithë administrata rrotull Trumpit, duke përfshirë edhe sekretarin e shtetit, tashmë janë dispozicion sa lihet për t'i hequr, po abuzohet në gjithë rastet. Të gjitha këto janë një kartë e fuqishme elektorale që po e përdor Partia Demokratike. Sa e vetmja çështje që ka Partia Demokratike, kjo është, nuk ka gjë çështje tjera. Këtë ka përxeu këtë dhe prandaj po investohet. E në këtë kuadër jemi në një lëvizje e cila afekton procesin zgjedhor. Pra një mashtrim i madh, një shkelje ligjore, një dyshim i arsyeshëm për zbardhje paresh. Janë 750 paguara, por janë 6 milionë që të paguhen. Dyshim i arsyeshëm, po është fakt i pranuar nga Partia Demokratike, të gjitha këto kërkojnë jo më verifikime nga SPAK-u, po hapjen e çështjes dhe fillimin e procedimit ndaj individëve të implikuar me këtë çështje, sepse këtu nuk ka nevojë të hetosh më tutje. A mendoni ju se do t'i shtohet kjo çështje të gjitha atyre që Sali Berisha ka në gjykatën e posaçme, duke sjellë në vëmendje edhe datën 5 maj, kur pritet merret një vendim nëse do të kalojë apo jo për gjykim dosja Partizani? Atëre, kjo çështje është më e rëndë nga gjithë të tjerat. Po prisni të ketë diçka para apo pas zgjedhjeve? Absolutisht, kjo ta thash një herë, kjo çështje nuk pret mbarimin e zgjedhjeve. Nëse folëm për KQZ-n, KQZ-ja është një institucion i cili me ligj operimin e kontrollit e bën mbas zgjedhjeve.
Ndërsa SPAK-u e bën, sidomos me skemen që ka ndërtuar dhe që ka bërë publike të task forces, e bën imediate. Jemi në kushtet e flagrancës. Dhe në flagrancë jepet urdhër i arrestimit për këdo i cili kapet në cënim të legislacionit të zgjedhjeve. Pra në qoftë se sot një qytetar i Republikës Shqipërisë i nivelit të jurisdiksionit të SPAK-ut kapet në cënim të ligjit mbi zgjedhjet, automatikisht ai quhet flagrancë dhe automatikisht fillojnë dispozitat e arrestit të tij, e arrestit. Marrjes masë sigurisë, kalimin në gjyq dhe cakton pastaj gjyqi masën e sigurisë. Por kjo është procedurë universale dhe prandaj quhet edhe task force. Si do veprohet me ngjarjen? SPAK-u në këtë rast, në këtë lloj procedimi, kur jemi në kushtet e flagrancës, ku jemi në kushtet jo më dyshimit arsyeshëm, por të fakteve të cilat e godasin rënd këtë marrëveshje që po implikon jo thjesht politikën shqiptare, por po implikon dhe presidentin amerikan, në të gjitha këto raste është detyrë e SPAK-ut të shpëtojë nderin minimalisht të shtetit amerikan në këtë rast. Se në Shqipëri është e padiskutueshëm që ai do të kalojë ndjekje penale sepse jemi në kushtet e zbardhjes së parave. E thash edhe një herë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka instrumenta në këtë moment për ta bërë një gjë të tillë. Gjëja më e madhe sot edhe kësaj dite e ngritur në Shqipëri është institucioni i SPAK-ut dhe i prokurisë. Ju duhet dini një gjë, dhe unë duhet ta them, në momentin kur SPAK-u shpallu strategjinë për të ndjekur procesin dhe shkeljet e dispozitave në jurisdiksion të tij për zgjedhjet, Partia Demokratike doli me disa deklarata dhe ju kundërvu SPAK-ut sepse tha kjo sipërmarrje është një sipërmarrje e paligjshme, e panevojshme, ajo që kontrata e lobimit. Dhe çfarë bëri? Dhe çfarë bëri? Anturaxhi juridik i saj vajti bëri takim me prokurorin e jurisdiksionit përgjithshëm, prokurorin e madh fare, dhe i kërkoi atij që ai ta bënte këtë gjë. Po kur ballafaqohet me faktin që jurisdiksioni i SPAK-ut lidhet me Sali Berishën, lidhet me Flamur Nokën, sepse janë në jurisdiksion SPAK-ut ata, sepse janë persona të cilët janë deputet, janë zgjeputet, janë kryeministra, pra janë në nivelin e jurisdiksionit SPAK-ut. Dhe tashmë ne ballafaqojmë me institucionin i cili është zyrtarisht në terren, dhe duke qenë zyrtarisht në terren, është i vonuar jo në njoftimin që ka filluar hetimi ose ka filluar verifikimi, por në regjistrimin e një procedimi deri dhe marrjen në përgjegjësi, qoftë në këtë moment në kushtet e personave që kanë dieni mbi një çështje, para Flamur Nokën, unë nesër dua që të paraqitet SPAK në kushtet e personit që ka dieni mbi ngjarje. Sali Berishën, të paraqitet SPAK kushtet e personit që ka dieni. Por duhet të merren edhe antarët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore, sepse kontrata është nënshkruar në emër tyre. Dhe nëse unë shoh sot disa antar kryetar partie të këtij koalicioni, të cilët thonë nuk dim gjë, kjo e shton akoma më tepër penalitetin e përdorimit të emrit të tyre në shkelje të ligjit. Unë ju falenderoj shumë zoti Meçe që ishit me mua dhe faleminderit ju. Presim të gjitha reagimet.